Momentalisht na hupi kryetari. Të ne kemi Maqedon këtu gjys Maqedoni. Ku shumë për gjys Maqedoni? Qaj që hyni? Euro kam, sa i doni, euro unë ja japi. Hajt e pja 20 euro? A mu mos pja marrë? Okej? Që? Me gjithë dëshirë. Që? I gëzëvsh, edhe shtesh këto gjepin që ki këto të shkmisha, i gëzëvsh. Bashkon shqiptarët kudo që janë. Mos t'i shofin as partit, as fet, as shqiptari le t'ngele shqiptar. Qysh jeni? Mirë. Ju jeni? Me Fail Epiruti nga Kërçova. Me Fail? Epiruti. Epiruti. Jo? Rushit Elmazi. Kush? Rushit Elmazi. Rushit Elmazi. Ngam, ju jeni prej Tetovës, apo? Kërçovës. Kërçovës. Ha, qka ju qitë sot që ishin e Prishtinës? Ne kishim një punë deri në Pej, dhe nga Peja dollëm vesh me edhe një gjiro, me pi një kafe edhe me vazhdu tani për në Kërçovë. Ideja shumë e mirë. Une, ju jeni martum besaj. Martum, 5 herë babgjysh, jetoj në mërgjim. Inshallah më rezot, jetoj 1000 vjetë e batë, 100 pritën. Ju falem shumë. Qka ka dalim, Kërçova prej Kosovës? Unë e di që ka shumë dalime. Momentalisht na hupi kryetari. Të ne kemi Maqedon këtu gjys Maqedoni. Ku shumë për gjys Maqedoni? Qaj që hyni? Pak, hajo, pak humor, Pak humor. Mire ke dhanë, dhe i dikon? Pak humor. E jo, shka me në një shka dalën? Kjo s'po këzër me dhanë? Pak humor ishte, se nuk e njoh shumë, veç bëna pak hajgare. E di, ngam. Ne hupëm me të vërtet, ne në Kërçovë e hupëm. Edhe pse u organizuam, mërgjimtarët erdhen në fund vendasit aty në tratu. Erdhen shumë mërgjimtarë, erdhen dhe nga Amerika dhe në fund, se di. Rreth i parë ishte dikund afër 1000 vota, diferenca kurse rrethin e dytë humbëm ne me 3. E si ndodhe ajo, hajde di. Une të kalëzoj diçka. Une, më ka dik gjysh janë 2004-ën. Amin o Zot, inshallah, kritë Zoti më shiron. Edhe kur shkova në qëtë zgjedhja, ajo kish votu para meje, qëtash që se kisha tako. Po, për fatë të ne, kësera nuk ishin lëvis hiq. As kishin lëvis, Kishin lëvis, ndoshta e kishin fitu, për s'kishin lëvis. Do me thonë ato e keni pas gjithë gjysh ka jo. Ngam, jeni mërgjimtar? Po. Të dëtë? Unë jo. Ky jo. A i ke martu fmit me traditat të Kërçovës, a i ke martu në Kosovë në një? I kam të martum, gjallin e math e kam me Zvicrane, të dytin e kam me vendasin nga Kërçova, kurse vajzën e kam në Preshef. Preshef. Po, jetoj në Zvicër, po janë në Preshef. I paske shpërnda pak fëmijën. Po tash e shpërndan në interneti, Facebooku, shkusi ajo është, shkusi është aj. E vërtet. I ke martu fëmit? Njërin po, njërin jo. I ka martu me të Kosovës a me të Kërçovës? Me të Kërçovës. Me Kosovare të Kërçovës. Po, me vendas. Qka na dallon neve prej Kërçovës? Pas i kanë pe, pas ki shoqni në Kosovë? Unë kësha thonë kur gjë. Ne jemi një popull, jemi një kom, kemi një gjuhë, kemi një kulturë, ndoshta pak veshja kërçovare, ndryshon diçka ose pak dialektin të folun, po jo shumë. Unë nuk shoh një dallim të madh. E atë nusën e Zvicrës, a e keni ba nusën me tesha Kërçovës? I ka vesh kur ka qenë këtu për pushime, se dashëm nuk kena bo, po i ka vesh këtu, edhe i ka qef, sidomos me ato e kam një mes, vjen shumë edhe ka qef t'i vesh, edhe këtu në Prishtinë konë disa herë, me thonë i vjetë shumë. Qka ju mungon mërgjimtarve të Kërçovës për vendlindjen? Po për vendlinjen mungon, njëherë të mungon shoqënia, se unë i kumë bë gati 40, 26 shkurt 85 kumë dalë për herë të parë, kumë shku 23 vjeçare, këthem gjatë 3, mungon shoqënia. Shkajni me zveti? Jemi ka të ndarë, Shok. një vendi shok. Kush për pagun kur për delni këto? Hyga Zvicra. Shka t'ka pron? Me qka mirë është ti? Kam pas një tregti, po tash po nuk ka punë edhe po rrimesh. Qka t'ka pru prej Zvicrës, tash që kardë?
A mu ka të drejt? Jo, A halos t'i ka dhonë? paja. Qka i ke përru? Jo, ata janë gjëna sekret. Kur që hiç mos i kisha pru, ja e kum zirë në Prishtinë, kum të shumë Jo, pej. për Prishtinë, pa, ja ke dhënë bilen janë 20 euro. Po jo, mërë pse me I adhon thonë e një kum moj shtim që me aty hangër. bileti pagu. Do të me hangër me pi bashkë, pse shka që bën, pa parja nuk hahet. Jo, valla, por ne kena marak parët, asni dha halo, a? Jo, kam pare, kam Jo, pare. ti ki pare, veç, unë s'po thëmë që s'ki pare. Ne japin, A ti ka dhënë do franga, a ki franga? Po Me veti tash. me veti Hajde nuk sapja e jep, di. ta këshimi sapja jep. Nuk e di, Hajde franga shkëri kam. kuljetës tinca, Po, euro kam. Euro. Euro kam, sa i do, euro unë ja japi. Hajde e pja 20 euro. A mu mos pja marrë? Hiç, be, mos Okej. Që? Me gjithë dëshirë. Që? I gëzëvsh, edhe shtesh këto gjepin që ki këto të shkmisha, i gëzëvsh, ti nxera 20 euro. Mos i thuj shokit që s'ka pru ma kur gjo, ti pas ka pru. Që so vjetin i shok. Po ne jemi të fshat, jemi rrit bashk. Kemi qenë shkollë të mesme A një bashk. nuna i herë. Unë sa e di, jo. Jo. Edhe sa herë të vini takohi. Takon pa Po, tjetër. afër Pas jemi një me afër, ne shtëpia, jemi aty shumë nuk që afër kemi jemi. as Po, pesh. ka shoshni që e ki ndër shpije, zlavi së s'pi Jo, fol. jemi dikun ke 5-600 metre larg, po kur nuk jena, nuk ka ndodhë, se Unë di. nga Martha Apostafat me kjetë shok edhe dishim takojmë këto familje që ka qenë në kohën e luftës atje, pa i burit që ka shku Që ka te qenë motra shtëpit në tonë, Finland edhe tash do kthehemi prapë. Okej. Që këm pasë dhumë, për kanë qenë nga Drenica, një familje që kanë qenë shpinë tonë. Tash ata familjarë të atit janë Zvicë, ose unë aqe ku njofë, pa i gjalli që ka qenë vesh me gra dhe fëmi, ka qenë i Drenicës, ka ne diku një 3 muaj edhe jam shumë i kënaqëm me ata, edhe na ka ngell një miqësi shumë e mirë. Janë nga Skënderaj, janë familja Mehmeti, shumë mirë. Qka lufta na kujton shumë gjana, kena kriju miqësi edhe pa e pas plan që kena mund njoftu ose kena me bo miqësi me ta, me njerës. A i thirrni na përdarsme edhe ajo thirrni? Po, Edhe sot. po, edhe atje i kum thirrun se ai vllau që e kum njoftun, e kum njoft para se filloi lufta, e mirëmërsisht vitin 85, ashtu që kur ndodhi lufta e pyeta për vllaun, tha nuk e di, të grusta kanë dalë në Shqipni, kurse për këto nuk e di, tani kishin dalë në Çegron, e më lajmëroi, tani shkon familja ime nga Kërçova, i murrën prej kampit Çegronit e kanë net aty, derisa u kry lufta, ashtu që edhe kur e ku martu gjallin më kanë thirrë, pedhata e më kanë 2 herë. Këtë 2 vllazë ati kum qenë dashme dhe ajo mirësia ka ngel kështu. E jo? A i thirrni edhe ajo thirrni? Jo, po gjithmonë i thirrim edhe vijim edhe ato kanë ardhur ashtu. Do me thonë miqësien, Pa, halo, pa, po kur u bo lufta në Maqedoni, a erdhët ju këto, apo Jo, jo? s'pati nevojë, s'pati nevojë. Nuk lëvizëm, ne nuk, unë isha në Zvicër, pas familja ime nuk lëvizi, nuk arriti drejtën e ashtu, nuk qenë i rrezik që të lëvizin, nuk patëm. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë njerëzve? Bashkohen shqiptarët kudo që janë. Mos t'i shohin as partit, as fet, as shqiptari le të ngelet shqiptar. Pa marrë parasysh këta fet, partit, Shikoni feja xhamia për feja shqiptarit. Po nuk shka thonë feja, atë xhamia, ata nuk du me hy për shqiptari, le të ngelet shqiptar. Pa marrë parasysh se si le ta mbaj finë e vet, ai, le ta mbaj finë e vet, për le të metet shqiptar. Pa marrë parasysh, kur thush atje feja e xhamia, kisha sikur po i lëndon pak, po se cili feja e vet, po të bashkum. Feja e vet. E të bashkum, le t'jenë. Ajo është kryesori. Çfarë mesazhi kishte dhënë ti? Po në kam një atë fjali kam, njëri ju do të pikësparit jetë njëri i mirë, edhe gjithashtë në vend. Që shto je kanë edhe fëmijë kur je kanë i buti i qetë, e ky ma... Kështu, konur pak ma... Gurbeti, dineve gërnashave... Cili ka mos për më ma shumë? Gërnashave në kanë ngric pak gurbeti. Po thua? Njerëva në kanë ngric pak, po... Ju rrit zoti, e ju të dashur me që rëni me neve, sepse gjanat e mira i sëllëve që na Kosovajnë po ju informon për gjë.